Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë gati tenderin për studimin dhe projektimin e hyrjes veriore të Tiranës, një projekt që synon të krijojë një lidhje të drejtë mes autostradave të veriut dhe unazës së re të Tiranës, duke anashkaluar Kamzën. Tenderi do ketë një fond limit prej 138.6 milion lekë, ndërsa projekti ishte paralajmëruar para disa javësh edhe nga drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Rami Kozeli, gjatë emisionit Inside News në televizionin Skan. Kozeli bëri me dije se projektimi i hyrjes veriore të Tiranës është pjesë e masave për lehtësimin e trafikut në kryeqytet. Sipas tij, kjo hyrje e re në Tiranë do sjellë shkarkimin e trafikut drejt veriut, duke konsideruar një zgjidhje shtesë për trafikun e qytetit. Aktualisht, një pjesë e konsiderueshme e trafikut që vjen nga veriu kalon përmes Kamzës për të lidhur me rrugët kryesore të kryeqytetit. Ndërtimi i një korridori të ri pritet të krijojë një alternativë për automjete tranzit dhe të reduktojë ngarkesën në hyrjen ekzistuese të Tiranës. Projekti vjen në një kohë kur po avancojnë dhe investime të tjera të rëndësishme infrastrukturore në zonën e Tiranës dhe korridorin veri-jug, përfshirë segmentet e autostradës Adriatiko-Joniane dhe projektin e bypassit të Tiranës, i cili synon të devijojë trafikun tranzit jashtë zonave urbane.